Duke marrë shkas nga ky koment I lindit këtu në YouTube, I cili është në hall me një Ibiza që pasi nxehet e bën rrugën si sken filmi me tym dhe harxhon 1 litër vaj në javë. Sot do të bëjmë skanerin e motorit. Shumë prej jush shkojnë në treg apo shkojnë të shohin një makinë dhe shohin vetëm nëse makina shkëlqen nga jashtë apo nëse I punon kondicioneri. Por miqtë mi, shpirti I makinës është tek marmita. Aty është pasqyra e shëndetit të motorit. Sot do t'ju mësoj se si të lexoni tymin si një libër të hapur apo një manual libri. Hapni syt dhe mbani shënime sepse nëse dini të lexoni marmitën, nuk ka shitës apo usta në Shqipëri që t'ju shes sapunin për djath. Këtu ndahet makina akull nga ajo që e ka prerë biletën për tek varrezat e makinave. E nisim me ngjyrën e bardhë. Kur e shikoni këtë tym, mos mendoni ose mos thirrni direkt karrotrecin. Jo çdo tym I bardhë është alarm. Nëse është mëngjes, bën ftohtë dhe makina sapo është ndezur, ai është thjesht kondestim. Është nxehtësia që takon të ftohtin. Është fryma e makinës. Por nëse makina ka arritur temperaturën e punës dhe ti nga mbrapa dukesh si sultani në mjegull, atëherë kemi 2 probleme kryesore. Motori, nëse ky tym ka një erë të ëmbël dhe sheh që depozita e ujit krijon fllucka, po bie niveli antifrizës dhe po bëhet kurban tek pistonat. Aty nuk duhet mekanik për shërbime, por duhet operacion në zemër të hapur te koka e motorit. Mos hidh më ujë sepse po e kthen motorin në një tenxhere me presion. Ndërsa problemi I dytë që mund të jetë është turbina. Nëse makina është turbo diesel dhe të jep një tym të bardhë në gri me erë vaj të djegur, mund të jetë turboja që po të hedh vaj direkt në shkarko. Nëse shikoni këtë tym pas 10 minutave rrugë, mos e sforconi më se do t'i thyeni të gjitha pistonat. Por shkoni tek një motorist I mirë dhe merrni shërbimin e duhur. Ndërsa tani ndalemi tek misteri I DPF-s ose tymi që të bën me turp. Këtu kemi tymin e makinave moderne. Jenë semafor, makina nxjerr tym gri dhe të djeg syt nga era e naftës së papjekur. Ti fshihesh pas timonit sepse të vjen turp nga njerëzit, por në fakt makina po bën rigjenerimin, po vet pastrohet. Çfarë duhet bësh dhe çfarë jo? Shumica e shoferëve e bëjnë këtë gabim. Mos se fik makinën nëse të vjen turp nga tymi. Po e fike pra, ajo naftë e tepër do të kthehet menjëherë pas dhe do të përzihet me vaj. Nëse shihni që niveli I vajit ju rritet në shufër, nuk po ua fal makina vajin, por po mbushet me naftë. Dhe aty fillon kënga e vërtet se vaji bëhet si ujë e motori fillojnë të hajë dhe veten. Tani vim tek halli që kishte lindi, tymi blu, 1 litër vaj në javë, kjo nuk quhet më harxhim, kjo quhet makina po punon me vaj. Pse ndodh pas 20 minutash? Kur makina është e ftohtë, vaji trash edhe ngjit pas mureve të pistonave dhe kjo është normale. Sapo vaji nxehet dhe sapo fillon të punoj, ai bëhet I holl si ujë dhe nëse unazat e pistonit apo gominat e valvulave kanë marrë fund, ky vaj depërton në ujin e depozitës dhe në dhomën e djegjes. Ndaj nëse shet tym blu tek një makinë që po blen, mos dëgjo prallat që po tregon shitsi, që do I dor vaj më trash ose do 540. Dhe nëse sheh këtë tym blu, janë gominat e valvulave. Nëse del tym kur I jep gaz, janë rëndelet ose unazat. Në të dyja rastet, lindi, ajo makinë e ka kryer misionin e saj në tokë. Tani kemi një tjetër rast, nëse një makinë nxjerr tym të zi, të dendur, kur është në parakalim, duhet menjëherë të kontrolloni turbinën. Tymi I zi është luku klasik I autostradës Tiranë-Durrës. Do të thotë,
djegje jo e rregullt ose turboja ka një të qarë ose dhe nuk fryn, pra nuk merr dot ajër, ose injektorët po sprucojnë naftë si çezëm e prishur. Sa herë parakaloni dikë dhe mbrapa makinës tuaj bëhet si sken lufte, ti nuk je duke fluturuar, por thjesht po bën blackout në lagjen tënde ose në rrugën ku ti ndodhesh. Tymi i zi është thirrja e makinës, pastro injektorët ose më ndërro filtrin e ajrit se u mbyta, nuk po marr dot frym, sikundër edhe unë që jam me rruf. Për ta mbyllur, po ju jap edhe sekretin e vjetër të tregut. Doni ta dini vërtet se në çfarë gjendje është makina juaj, fute gishtin tek marmita, por me një kusht. Vetëm kur është motori i ftohtë. Nëse gishti del i thatë me pak pluhur gri, makina është top. Motori është i shëndetshëm dhe është në gjendje perfekte. Nëse gishti del i zi dhe me pak vaj, ik me vrap se motori e përlan vajin dhe tregtari po të pret ty për të ta ngjecur. Dhe e treta, nëse gishti del i nxirr dhe ka lagështi dhe ngjit, injektorët po hedhin naftë pa kontroll ose filtri DPF është hequr me dalta dhe çekiç dhe është bërë bypass si në spital. Kështu që Lindi, ajo Ibiza jote të ka dhënë një shenjë të fundit dhe po thotë më lër të iki në paqe. Mos shpenzo më për vaj, por fillo dhe shikon ndonjë nga ato modelet me 3.000 euro që folëm në videon e kaluar. Tani, cila ngjyrë tymi ju tremb më shumë juve? E bardha që të lën rrugë apo bluja që thot ndro motor? Shkruajeni në koment dhe bëni tag shokun që thot ashtu e kanë këto makina. Avull është, nuk është asgjë tjetër. I lexoj të gjitha komentet dhe ndoshta pyetja jote do të jetë videoja e radhës. Mos harroni subscribe dhe javën e ardhshme do të flasim për sekretet e këmbës. Si të ulni konsumin e makinës tuaj me 20% pa ndërruar makinë, por duke ndërruar mendësinë. Shihemi në javën e ardhshme.